Pavarësisht paralajmërimeve nga SBA-ja dhe BE-ja që të mos e vizitojë Moskën, presidenti serb Aleksandar Vučić zgjodhi ta injorojë perëndimin dhe u takua me Vladimir Putinin. Profesor Binak Maxharaj thotë se për vite me radhë Vučić u përkëdhel nga perëndimi, ja falën shkelje të rënda, përfshirë sulmin në Banjsk dhe sabotimin e dialogut me Kosovën, me shpresën se do të largohej nga ndikimi rus. Profesori shton se sot ai tregoi fytyrën e vërtet, një aleat i Putinit. Kjo vizitë konsiderohet si tradhti e hapur ndaj perëndimit dhe vën në pikpyetje durimin e SBA-ve dhe BE-s ndaj një lider që i ka mashtruar vazhdimisht. I thanë SBA dhe BE mos shko, megjithatë Vučić shkoi në Moskë. Presidenti i Serbisë Vučić për 4 vite ishte i përkëdhelur i SBA-ve dhe i BE-s, nuk e prishën për asgjë. Nuk ja prishën dhe kur Vučić u mor me akte kriminale terroriste, siç ishte sulmi frontal i Serbisë në sovranitetin dhe integritetin e Kosovës në Banjsk, ku mbeti i vdekur Afrim Bunjaku. Nuk ja prishën as kur ai bëri sulmin brutal në ujësillësi në Ibër, duke lënë dëme të mëdha. Bile nuk ja prishën as atëherë kur i dhanë të drejta pa të drejtë në dialogun me Kosovën, duke e dëmtuar Kosovën në këtë dialog. Nuk ja prishën as SBA-ja, as BE-ja, edhe në shumë çështje të tjera të cilat ja mbanin anën. Nuk ja prishën as Vučićit të hapta se i kënjente, i mashtronte SBA-t dhe BE-t. Nuk ja prishi SBA-ja dhe BE-ja Vučićit edhe në shumë çështje të tjera, me të vetmin qëllim që ta urtësojnë, ta përkëdhelin, ta ledhatojnë si bebe, me të vetmin qëllim që ta largojnë Vučićin nga Rusia dhe ta drejtojnë krah perëndimit, krah vlerave të saj demokratike. Për të gjitha këto përkëdhelje nga perëndimi, Vučić mori miliarda e miliarda nga SBA dhe BE. Por ky faqezi ashtu sikurse është, i pafytyrë gënjeshtar i pabesë të tradhton në çdo rast që po jepet, kështu veproi dhe sot, përkundër gjithçkaje, megjithatë sot Vučić i përmbysi të gjitha përkëdheljet, të gjitha milinket dhe iku në Moskë. E tradhtoi perëndimin duke përqafuar lindjen, Rusinë e Putinit. E bëri këtë sepse Putini dhe Rusia janë sllav të një gjaku, të një feje. Ja, ky është Vučić, djalli i Serbisë, një fantazëm e zezë, është i babes të tradhton në çdo rast kur i jepet mundësia, siç veproi sot duke i rënë në përqafim Putinit.